4 ton fileto deri infektuar me salmonell dyshohet se është hedhur në treg dhe po ushitet shqiptarëve. Frigo Alba është kompania që ka bërë shpërndarjen e saj. Janë identifikuar shqiptarët që vranë noterën greke në muajin shkurt gjatë tentativës për ta grabitur. Ata janë 2 persona babë birë dhe një mik i tyre të 3 me origjinë nga Koçova. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar akuzat të forta ndaj homologut të tij rus Vladimir Putin, për të cilin thotë se po luan me zjarrin. Zonja dhe zotërin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Dheu. Një sasi prej 4 ton fileto deri infektuar me salmonell dyshohet jetë hedhur në treg dhe të jetë duke u konsumuar nga shqiptarët. Skandali lidhet me kompaninë Frigo Alba, e cila është subjekti importues. Autoriteti kombëtar i ushqimit bën deklarata kontradiktore sa i takon asgjësimit dhe nuk pranon të vendosë në dispozicion të publikut pamje filmike që vërtetojnë këtë proces. Një sasi alarmante prej më shumë se 4 ton fileto deri të infektuar me salmonell ka hyrë në Shqipëri dhe sipas të gjitha gjasave, po konsumohet dhe shitet ende në treg për qytetarët. Skandali lidhet me subjektin importues Frigo Alba, me administrator Luan Yazexhiun dhe Ledjo Kokën, të cilët janë përgjegjës për futjen e këtij mishi në vend. Autoriteti kombëtar i ushqimit, institucioni që duhet të garantojë sigurinë ushqimore të qytetarëve, kishte premtuar se mishi kontaminuar do të asgjësojë më një herë pas zbulimit të problemit. Megjithatë, 3 muaj pas njoftimit zyrtar, procesi i asgjësimit rezulton ende i pazhvilluar, të paktën sipas dokumentacionit kontradiktor që vetë institucioni ka dorëzuar. Në datën 29 prill, AKU deklaronte publikisht se Frigo Alba kishte njoftuar drejtorinë rajonale të AKU-s në Tiranë për nisjen e procesit të asgjësimit dhe se po pritej përfundimi i procedurës. Por në një përgjigje të mëvonshme, AKU pretendon se mishi është asgjësuar më 23 prill, pra 6 ditë pas deklaratës së parë. Këto dy qëndrime të kundërta hedhin dyshime të rënda mbi vërtetësinë e informacionit që u ofrohet qytetarëve. Në një investigim të imtësishëm, është zbuluar se AKU po përpiqet të fshehë destinacionin final të mishit me salmonell. Institucioni refuzon të vërë në dispozicion të publikut dhe apo medias prova fotografike apo pamje filmike të procesit të asgjësimit, siç kërkohet ligjërisht në raste të tilla. Situata bëhet edhe më alarmante kur Agjencia Kombëtare e Mjedisit deklaron se nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Frigo Alba për kryerjen e procedurës së asgjësimit. Sipas ligjit, inspektorët e mjedisit duhet të jenë të pranishëm gjatë groposjes së produkteve të rrezikshme për të garantuar ndjekjen e protokolleve dhe transparencën e procesit. Por në këtë rast, ata nuk kanë asnjë informacion për groposjen e sasisë prej 4516.75 kg mish deri të infektuar. Përveç filetove të derit dhe helmimit të fëmijëve në kopshtin e Gramshit, siguria ushqimore është në pikpyetje serioze. Një qytetar nga Shkodra denoncon me prova se si bleu sallam popullor në market dhe i doli i gjithë jashtë çdo standardi konsumi. Siguria ushqimore, një nga shtyllat thelbësore për mbrojtjen e shëndetit publik, vazhdon të mbetet ndër problemet më të mëdha në vendin tonë. Rastet të përsëritura tregojnë për mungesën e kontrolleve dhe për nevojën urgjente për masa të menjëhershme mbikëqyrje. Pas ngjarjes së rëndë me elmimin e fëmijëve në një kopsht në Gramsh dhe zbulimit të rreth 4 tonëve mish deri të infektuar me salmonell, që dyshohet se shpërndar në treg, një tjetër denoncim tronditës vjen nga qyteti i Shkodrës. Një qytetar është drejtuar redaksion për të denoncuar cilësinë alarmante të një produkti të quajtur sallam popullor. Ai rrëfen se e kishte blerë sallamin në një market të qytetit, me qëllim për t'u përgatitur fëmijëve në mëngjes para se të shkonin në shkollë. Por përballë asaj që zbuloi, mbeti i tronditur. Në produkt kishte qime, pupla pule dhe copa kockash të papërpunuara. Përshëndetje, jam një banor i Shkodrës, kam blerë sallam popullor në supermarket, më ka dalë me pupla pule dhe me kocka pule të papërpunuara, e me qime, ju bëj thirrje të gjithëve të mos i ushqin fëmijët me këto gjëra të dëmshme kancerogjene. Ja kam dhënë dhe qenit, por nuk i ka hangër, shkruan qytetari në mesazhin e tij. Ky rast i fundit thekson edhe një herë nevojën urgjente për të përforcuar mekanizmat e kontrollit dhe për të siguruar që produktet që tregtohen në tregun shqiptar të jenë të siguruara dhe të certifikuara sipas standardeve të duhura. Ambientet e godinës së pediatrisë në Lurshë ngjajnë më shumë një spitali lufte sesa një spitali modern. Një nënë që kishte dërguar fëmijën për kurim ka mbetur e habitur nga kushtet e pediatrisë dhe thotë se fëmijët detyrohet të ikin në shtëpi sepse në ato ambiente nuk mund të qëndrohet. Një nën nga Lushnja ka ngritur zërin përmes një denoncimi në redaksin ton, duke hedhur dritë mbi gjendjen skandaloze të repartit të pediatrisë në qytetin e saj. Në vend që të gjente për kujdesi për fëmijën e saj të sëmur, ajo përball me një realitet të trisht. Një spital i amortizuar, i rënuar dhe i krejtësisht i papërshtatshëm për trajtimin e pacientëve, aq më pak për fëmijët. Sipas dëshmisë së saj, çdo gjë në këtë pavion është i dëmtuar, që nga dritaret e prishura, pllakat e thyera në dysheme, e deri te muret e pista që më shumë ngjajnë me një ndërtesë të braktisur, sesa me institucion shëndetësor.
Vinë fëmijët për mjekim dhe ikin në shtëpi se s'ka kushte, thot ajo. Kjo situatë nuk është thjesht një çështje neglizhence, por një dështim i drejt për drejt i institucioneve përgjegjëse që kanë lejuar një ambient kaq kritik të degradojë deri në këtë pikë. Por ballë kësaj gjendje, thjeshtja e autoriteteve është po as shqetësuese sa dhe vetë kushtet. Investimet në pediatrinë e lushnjës nuk janë më një nevojë, janë një emergjencë. Fëmijët meritojnë të trajtohen në ambiente të sigurta, të pastra dhe dinjitoze, jo në godina që të kujtojnë më shumë zona të braktisura të ndonjë konflikti, sesa një spital modern. Denoncimi i plot, përshëndetje, duhet ju dërgoj një video nga pediatria e lushnjës, jam shumë e shqetësuar për ambientet spitalore. Shërbimi mjekësor është i mirë, por ndihma e shtetit, si mund t'i shërojmë fëmijët në këtë gjendje, dritare të prishura, pllaka të thyera dhe çdo gjë e vjetër e ndotur. Vinë fëmijët për mjekim dhe ikin në shtëpi se s'ka kushte. Janë identifikuar 3 shqiptarë të arrestuar në Greqi si autor të vrasjes së noteres Mariza Papadatou. Ngjarja e ndodhur në shkurt të këtij viti. Ata janë Bedri dhe Veis Saraseli, Babebir dhe Spiro Arshiu, të 3 me origjinë nga Koçova. Autoritetet greke kanë zbardhur vrasjen e rënë të ndodhur më 19 shkurt 2025 në ishullin Zakynthos, ku humbi jetën noterja Mariza Treveti Papadatou. Pas hetimeve të thelluara, policia arrestoi 3 shtetas shqiptar, të dyshuar si autor të krimit të rënd, të cilët kishin hyrë me forcë në banesën e viktimës me qëllim për grabitje. Të arrestuarit janë identifikuar si Bedri Saraseli, 46 vjeç, Veis Saraseli, 21 vjeç, djali Bedriut, dhe Spiro Arshiu, 50 vjeç, të 3 me origjinë nga Koçova. Sipas hetimit paraprak, Veis Saraseli, 21 vjeç, ka pranuar gjatë marrjes në pyetje se ishte ai që i shkaktoi plagën fatale noteres me një mjet të mbret, duke goditur në kofshën e majt. Goditja preku një arterie kryesore, shkasolli dhe gjakderdhje të pakontrolluar dhe vdekjen e me një hershme të gruas. Ngjarja ndodhi në orët e mbrëmjes, ndërsa noterja ndodhej e vetme në banesë. Sipas policisë, autorët e veshur me maska dhe doreza kishin hyrë për ta grabitur duke shpresuar se viktima kishte para me vete. Pas rezistencës që kjo e fundit ofroi, ndodhi përplasja fatale. Trupi pa jetë i Mariza Papadatou u gjet mëngjesin pasardhës nga djali i saj, i shtrirë në shkallët e banesës pranë makinës personale. Autoritetet greke thanë se 3 shqiptarët janë të dyshuar edhe për grabitje të tjera në ishullin Zakynthos. Aktualisht ndaj tyre është ngritur çështja penale për vrasje me paramendim dhe grabitje armatosur, ndërsa pritet të dërgohen për ndjekje penale në prokurorinë publike. Edmond Gjoti është shqiptari i cili u përplas për vdekje mëngjesin e dieshëm në zonën e Ricios në Itali. Një 19 vjeçar humbi kontrollin e automjetit dhe përplasi 39 vjeçarin që po priste anës rrugës për të shkuar në punë. Identifikohet 39 vjeçari shqiptar i cili u përplas për vdekje në Itali. Viktima është identifikuar si Edmond Gjoti, një 39 vjeçar me origjinë shqiptare, banues në Tuoro sul Trasimeno, Itali. Ai ishte bashkëshort dhe baba i një vajze të vogël. Ngjarja e rënë ndodhi në mëngjes në rrugën rajonale 71, në zonën e Ricios pranë kufirit me rajonin e Umbrias. Edmond Gjoti po priste në anë të rrugës dikë që do ta shoqëronte për në punë, kur përplas për vdekje nga një automjet që kishte devijuar nga rruga. Automjeti drejtoi nga një 19 vjeçar, i cili sapo ishte pajisur me leje drejtimi. Dyshohet se ai humbi kontrollin e mjetit për arsye ende të paqarta, duke e bërë të përplaste për vdekje e Gjotsin. Karabinierët e Kortonës nisën hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit tragjik. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar deklarata të ashpra ndaj presidentit rus Vladimir Putin, duke thënë se ai po luan me zjarrin. Reagimi vjen një javë pasi 2 lidera zhvilluan një bisedë telefonike, e cila nuk ka dhënë asnjë rezultat në frontin e luftës. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj presidentit rus Vladimir Putin, pas valës së re të sulmeve me dronë dhe raketa që kanë goditur objektiva civile në Ukrainë gjatë fundjavës. Në një postim në platformën Truth Social, Trump shkroi, ajo që Vladimir Putin nuk e kupton, është se nëse nuk do t'ishte për mua, shumë gjëra vërtet të këqija do t'i kishin ndodhur tashmë Rusisë, dhe duhet të them shumë të këqija, ai po luan me zjarrin. Ky reagim vjen pasi 2 liderat zhvilluan një bisedë telefonike 2 orë javën e kaluar, për të cilën Trump deklaroi se ishte produktive, megjithëse nuk pati asnjë përparim konkret drejt përfundimit të luftës. Në vend të depërshkallëzimit, Rusia intensifikoi sulmet ndaj Ukrainës. Sipas autoriteteve ukrainase dhe burimeve ndërkombëtare, rreth 900 dronë u lëshuan nga forcat ruse gjatë një periudhe prej 3 ditësh, nga e premtja deri të dielën në mbrëmje, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe frikë të re në terren. Deklaratat e Trumpit tregojnë një ton konfrontues ndaj Moskës dhe një pozicionim të qartë përballë agresionit rus, ndërkohë që bisedimet për paqen vijojnë të mbeten në vend numëro. Zonja dhe zotërin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.